Përshëndetje miq. Jemi duke jetuar në një kohë ku bota po rrokulliset aq shpejt sa folur me gjuhën simbolike të astronomisë mund të themi se shpejt ka me dal prej boshtit. Dhe ky rrotullim kaq i shpejt po sjell dinamika kaq të shpejta, ndryshime kaq rapide sa është bërë vështirë edhe për shtetet të fuqishme të botës ti numrojnë goditjet që po i marrin, është bërë shumë vështirë edhe për institucione të njohura në botë ti përcjellin gjitha ato që po ndodhin, e aq më shumë është bërë tepër vështirë edhe për analistë dhe njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare ti përcjellin dhe të arrijnë të bëjnë ndonjë koncept të caktuar për ndonjë temë apo video të caktuar. Imagjinoni, unë temën të cilën paralajmërova dje se do ta bëj një video sot më duket se është, mos them e vjetruar, ajo temë që e kam pas në mendje, por është diçka e mbuluar me pluhurin e të sotmes. Sepse veç sot atë shumë ngjarje interesante ka ndodhur në arenën ndërkombëtare, sidomos ato që lidhen me ekonominë, e këto që lidhen drejt për drejti me qëndrimet dhe vendimet e vazhdueshme të reja të Donald Trump, sa vërtet është bë shumë vështirë. Megjithatë, në një atmosferë të këtill, në një mjegullnaj të papar deri më tani në histori, po mundohem që ti nxjerrë ato elementet bazë apo segmentet kryesore rreth gjithë asaj që po ndodh në mënyrë që ta krijoj një koncept apo ta pasuroj edhe më shumë një që e kam pas edhe më parë dhe me informacione të reja ta pasqyroj edhe më mirë. Pra, jemi duke jetuar në një periudhë e cila ka filluar me goditje me goditje shumë të rënda, mos them vdekje pruse të sistemit tregtisë botnore. Kur them shumë interesante, jo në atë kuptimin se interesante dhe bota është ulur këmbkryq dhe po shikon prej së largu. Jo. Pikërisht interesante për shkak se edhe vendet dhe aleancat më të fuqishme kanë filluar të mbahen për kolltuçet e tyre, për themelet e tyre, për të mos u rrokullisur dikon rrezikshëm dhe për të humbur apo rënë nga drasat e historisë. Shtetet të tëra janë të ballafaquara me një numër të madh pasigurish, me një numër të madh surprizash dhe aspekte tjera shqetësuese sa nuk po mujnë as frymë të marrin lirisht. Kur them shtetet e fuqishme e aleanca organizëm të fuqishëm, natyrisht, ndër të parat e kam ndërmend Bashkimin Evropian, pastaj aleancat e ndryshme në Azi, atje vendet e fuqishme të Azisë, pastaj në Amerikën Latine dhe kudo qoftë në botë. Donald Trump, me thënë me atë zhargonin e dimrit në Kosovë, e ka zënë botën të papërgatitur. Jo pse liderët e mençur dhe shtetet e mëdha nuk kanë mund të paraftyrojnë atë se çfarë po sjell Trump, apo se nuk kanë arrit ta lexojnë mirë mesazhin që jepte vazhdimisht, por për shkak se nuk kanë besuar se Trump do të shkon deri këto. A unë po përgjigjem se Donald Trump, këto që po i bën tani, këto urdhëresa, këto vendime, këto gjendje shoku që po ja jep botës, nuk janë të rastit, nuk janë të tanishme, nuk janë as edhe vetëm nga periudha e parë e tij si president, por janë çështje të përgatitura në 3-4 dekadat e fundit. Unë personalisht jam dëshmitar dhe jam
më kujtohen të freskëta leximet e her pas hershme që i bëja fjalëve të tij, teksa i thoshte më parë si një afarist dhe biznismen miliarder i njohur në Amerikë në lidhje me politikën amerikane, se çfarë duhet të ndryshohet, çfarë duhet të hiqet, kush duhet të targetohet, fliste kundër globalizmit, fliste kundër lobëve të ndryshme, fliste kundër politikave të gabueshme të demokratëve dhe republikanëve, thjesht fliste për një Amerikë që duhet përfunduar. E para, e dyta, atë që e kam thënë më shumë se një herë, kjo frymë që tani është duke e quar përpara Donald Trump, nuk është as edhe vetëm e 3-4 dekadave të fundit, e politikave të gabueshme sipas Trump të administratave amerikane, por është rezultat i qthurjes dhe përfundimit të rendit global, rendit botëror që pati nisur nga lufta e dytë botërore. Ai rend botëror pati themeluar institucione të ndryshme, organizma ndërkombëtar të ndryshëm, të cilët tani për Donald Trump janë armiqësore. OBSH-n e ka quajtur armiqësore, e ka quajtur organizat kriminale, të cilën nuk e njeh fare, ndërsa OBSH-ja deri në kohën e pandemisë ka qenë shahdamari i lëvizjes së shteteve. Atë që e ka thënë OBSH-ja ka qendash ta implementojnë edhe shtetet e mëdha të botës e jo si ne Kosova po Shqipni, vendet e Ballkanit. Kjo OBSH tani, kjo FMN, kjo organizata e tregtisë botërore, Truman, Marshall, të gjitha këto që kanë qenë shtylla, që e kanë mbajtur gjallë dhe e kanë shtyr përpara rendin global, për Trump janë ose armiqësore, ose kriminale, ose të dëmshme për Amerikën, që do të thotë sistemi global i deri tanishëm ka qenë në kundërshtim me interesat amerikane, që i ka dëmtuar interesat amerikane. Çfarë ka qenë rendi i kaluar global? Megjithëse që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë alfa dhe omega e atij rendi botëror, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pasuar dëmen ndonjëherë për hir dhe për shkak të miqve, apo mbështetësve, apo bashkëthemeluesve të rendit global dhe të asaj si civilizim që quhej dhe quhet civilizimi perëndimor. Tashmë Donald Trump nuk e njeh asnjë nga këto. Nuk e njeh as interesat e Evropës, nuk e njeh interesat e gjermanëve, bile vance nëpërmes atij signalit veç u bë e njohur botnisht, tha se ruajtja e interesave të Evropës në raport me Kinën, në raport me Jemenin, e me Iranin, e me Rusien, jo me Kinën, falni, me Rusien, është në dëm të interesit tonë. Me një farë mënyrë se BE-ja, Evropa është armiqësore së paku në rrafshet ekonomike ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Këto që po i sjell tani Trump janë shkëndijat e para, apo themelet mbi të cilat po ndërtohet sistemi i ri botëror. Sistemi i ri botëror ku dallon nga i pari? Dallon vetëm në një aspekt. MAGA, veç Amerika, ajo që bie ndesh me ndonjë interes, qoftë edhe partij sekondar, i fundit le të jetë, ajo gjë nuk guxon të implementohet askund në botë. Çfarë do që bëhet në botë, do të jetë në vijen e interesit direkt apo indirekt të botës. Prandaj, nga kjo perspektivë, bota është në zën e papërgatitur, sepse edhe liderët më të shquar të botës nuk kanë mujt me imagjinu se Trump për një me mund të çon situatën deri këto. Në dekretin që e nënshkroi të hënën, ata të cilët e kanë përcjellur, Trump tha se po niset një epokë e re që do të ndikoj dhe do të trondis rrënjësisht rendin e tregtisë botnore. Ai, kur dolin podium aty, e mbante atë pikturën, atë tablën përpara, një farë tabele, bash sikur
ajo tabela kur himin qebapnic, sa kushton pliskavica, sa qebapi, sa virsha, sa kepa, sa pitalka, sa Coca-Cola, kosi, ajrani, jogurti, i kishe rendit të gjitha shtetet aty dhe kënejq mimorja e pliskavicave dhe qebapave, cilit shtet sa përqen ja ka vnu, cilit shtet sa përqen. Thjesht ka arritur deri në një pozit, i cili po del para kamerave televizive, po del para medjave, dhe po e thet atë që ai mendon se duhet thënë. Jo para prakisht të konsultohet me miq, me organizma, me aleanca, me të shikon. Jo. Për të armiqësore, ose kriminale, ose të dëmshme, ose që nuk janë në interes të Amerikës, është edhe USAID-i, edhe lëvizjet feministe, edhe ato shoqata të cilat i kanë mbështet dhe shtyp për para këto programet e LGBT-ve. Ju kujtohet në atë ditën e promovimit kur flet se i një vetëm 2 gjini, botën e pati shokuar. Trumpi në mbrojtje të familjes, keni një lajm bombastik. Pas këshqen lajmi prej matë voglëve, që ka mujt me thonë Trump dhe që e pas kësh përgaditur ta thot Trump. Dikush mund të thot se ka drejt Trump që po i ndalë sepse pas ka dhonë në përmes USAID-it miliarda e miliarda, po zbulohet tani se miliarda e 10 miliarda, më thëmë 100 miliarda, qenë kanë keq përdorur, vjedhur, që pare në Ukrainë, daj pare për Ukrainë, e mos di se ku po shkojnë atë pare, në dorën e kujt po përfundojnë, që pare, shambull, në Kosovë, nuk kam raste konkrete për Kosovë, që pare në Kosovë për lëvizjet feministe, ose të LGBT-ve, ose USAID-i, zdihen ku kanë shku, te kanë shku, kush i ka marrë, kush i ka harxhue, pra, mund të supozohet se janë keq përdorur nëpërmes dhënësve, bashkarisht dhënësit dhe marrësit, janë shkru dikon se ka që janë dhanën edhe u kry puna. Jo, Donald Trump, ata të cilët thonë se ka drejt me bo këto sepse po i ndal shpenzimet e tepërta jashtë dhe po i ktheje qasoj MAGA, bëje Amerikën sërish të madhe, të madhërishme, mirë po, mos harrojmë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, fillimisht në përmes këtyre institucioneve, organizmave, shoqatave, lëvizjeve, forumeve, platformave, e ka promovu vetveten si një faktor i rëndësishëm në çdo cep të botës. Pra, nuk kanë qenë pavetdijshëm të dhëna. Politikanet që kanë qenë në shtëpinë e bardhë para Trump nuk ka qenë aq të padijshëm sa të mos i dinë këto. Pikërisht nëpërmes tyre investimeve, Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe kanë marrë botën nën kontroll, por edhe kanë promovuar veten si një shtet me vlera demokratike, për lirinë e femnave, për barazinë gjinore, për LGBT, për shoqata të ndryshme, për të verbër, për të shurdhur, për të sakatosur, për të varfër, për ndihma në termete dhe të ngjashme. Trump po thet, kjo është e së kaluarës. Mu asnjë më nuk më intereson. Dhe që kjo fjalia që asgjë mua nuk më intereson, është themeli i rendit të ri botëror. Këtë po dua me e thonë më shumë se një herë dhe më shumë se në një video. Trump po tha atë ditë të hanën, sot është dita e çlirimit. Imagjino, çfarë fjali e kumbuse. Epoka e artë e shëbave nis sot dhe do të qartësohet edhe më tutje. Nëse ne blejmë mallra nga ju detyrimisht do të bleni mallna nga ne. Pra, dita e çlirimit nga një robërim që ja paskëshbë rendi i kaluar global, si pikë kulminante e atij rendi ishte globalizmi, në sistem
në brendin e të cilit sistem Shtetet e Bashkuara të Amerikës, herë duke i ruajtur interesat e aladëve të saj, e herë në emën të demokracisë, të lirive të njerëzve, të shoqatave të ndryshme, të samiteve të ndryshme, të ndihmave të ndryshme, paskësh dëmtuar interesin e vet, fillimisht ekonomikisht. Amerika po thet ka mbaruar kjo kohë. OBSH-ja kur quhet organizat kriminale, çfarë lyp më shumë? Ai organizata brenda OKB-s për të drejtat e njerëzve është quajtur gjithashtu organizat kriminale. Është kundër interesave amerikane dhe pik. Tash, ta konkretizoj pak më shumë. Shëbaja, në atë listën e qebapave dhe pliskavicave, kish shkrua aty Donald Trump se BE-s i vendos tarif doganore 20%. Kines 34%, Turqis 10%, që do të flas në fund pak, inshallah s'harroj. Ma kujtoni nëse harroj. Po e thëmë me shaka. Disa shteteve edhe deri diçka mbi 50%. Kosova, të u krenue këta në Kosovë, ekonomistat e tanë, politikanët tanë, që me sa jam të i pa, qysh janë të i lexue, të i analizu këto çështje më krijohet përshtypja, duke kërkuar ndjes ndaj atyne që janë, më krijohet përshtypja se këto nuk kemi ekonomist, ose nuk kemi njerëz të cilët i njohin geostrategjien. Geostrategjia, shkencën, disiplinën e cila përtej geopolitikës i studion edhe marrëdhëniet midis vendeve që, duke u nisur nga elemente ekonomike të shteteve dhe vendeve të ndryshme, arrin edhe tek pikat ushtarake. Me që Kosova nuk ka asnjë institucion, asnjë institut për hulumtime geostrategjike, e të cilin e kam thënë edhe më parë, e kam kërkuar edhe nga ish kryeministri Ramush Haradinaj, edhe nga kryeministri tani shumë Albin Kurti, se Kosova dohet ta themelon, dohet ta ketë në brenda pullazit të vetë qeveritar institutin për hulumtime strategjike, institutin shkencor, në të cilin do të punonin, shkruanin apo bashkëpunonin nga jashtë penat të njohura vendore, shqiptare, ballkanike dhe botnore, për t'ja paraqitur qeverisë shtetit të Kosovës mbi tavolinë, të shkruar atë që po ndodh në botë dhe pse po ndodh, dhe refleksionet të cilat nesër në një të ardhme të afërt mund të prekin apo të godasin apo të ladhatojnë edhe interesin e Kosovës dhe shtetin e Kosovës. Para sa unë po i shoh këto gjëra në Kosovë dhe po i lexoj mbase do deklaratën në rrjetet sociale të ish ministrave dhe ministrave teksa flasin për këtë 10% që Kosova ja ka vënë produkteve amerikane si pralla, ato gjëra nuk shihen ashtu. Tarifa të cilën po e vendos Donald Trump ndaj shteteve të ndryshme nuk është bashkëqysh po thuhet, e kjo që po thuhet është sikurse ajo çmimorja e qebaptores, por është diçka shumë më thellë. Do të mundohem në pak fjali ta them. Fillimisht e qartësoj se deficiti dhe suficiti tregtar i shëbave është në shpërputhje drastike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës blejnë apo importojnë mallra nga jashtë, produkte nga jashtë në vlerë deri afër 3.5 trilion dollar. Ndërsa eksportojnë që aty 1.9-2.1 trilion dollar. Pra, është një dallim midis suficitit dhe deficitit në 1.5
5 trilion dollar. Dhe këto fshihet ajo përgjigja në pyetjen hipotetike se përse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë borxh 33 trilion dollar. Këto është përgjigja. Sepse shet ma pak, shumë ma pak, se që blen ma shumë. Dhe çka është interesant, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vetëm nga Kina, Meksiko dhe Kanadaja, importojnë në vlerë prej 1.5 trilion dollar. 1.5 trilion dollar. Në që 3.5 trilionin, Turqia, të cilën, me gjithë që e ka tani një pozit krejtësisht tjetër nga që e ka pas, shikuar nga perspektiva ekonomike dhe krahasuar me shtetet e fuqishme të botës, në këtë rast me Amerikën, është 1%. Në që 3.5 trilion dollar, Turqia merr pjesë me vetëm 1%, sepse Turqia i shet eksporton në Amerikë mallra në vlerë që aty 30-35 miliard dollar, pra 1% i sasisë totale, ndërsa vetëm Kina, Kanadaja dhe Meksiko i shesin Amerikës 3.5 trilion dollar. Trump po thot, në që sistemin e ri që po imponon, unë po thot, po dua spoku ta paralelizoj, ta bëj të njëjtë, suficitin dhe deficitin, sa shes qas blej. Në ekonomi, ekonomistët e din ma mirë se ka njëre kur blen, nuk është se je i dopt, sepse ti e zhvillon produktin mranda, e zhvillon prodhimin, i shtin punë, bojnë para ato shka i ke bleje, por me gjithate, shtetet e cilat blejnë ma shumë, se sa shesin, në të shumë të në rasteve lexohet, të them me një gjuhë ma dopt, kanë probleme në ekonomin e tyre. Nejse, SBA-ja eksporton nga jashtë vetëm ekuipmente elektrike në vlerë afër 500 miliard dollar. Kompjuter dhe aparate të ngjeshme edhe diçka mbi 500 miliard dollar. Pastaj automjete, mjete transporti 130 trilion dollar, kryesisht nga Japonia dhe Evropa. Ilaçe blen në vlerë prej 165 miliard dollarve, shumica dërmuese nga Evropa, mjete optike, aparatura mjekësore në vlerë prej 110 miliard dollar, gur të çmueshëm diçka afër 105 miliard dollar, gjëra plastike 90 miliard dollar, mobilje, dyshek, çarshaf, këto mujnë me hi edhe kjo kompania Devolve, që ja patnis me shit dyshek atje të quhe, çarshaf, dyshek, mobilje, gjëra të tilla në vlerë prej 90 miliard dollar, elemente ose gjëra organike, kimike në vlerë prej 76 miliard dollar, kryesisht 3.5, që aty afër 3.5. Përmeni diçka interesant. Pse Amerika është e hidhëruar përveç të tjerave me Evropën, sa që vanse po e quhen edhe armiqësore. Mbrojtja e Evropës është gabim strategjik për Amerikën. Pse të harxojmë parë për Evropën, le ta mbrojnë veten, le ta ndihmojnë veten. Ballmo, po thot Vance dhe Trump. Shiqoni, Gjermania dhe Britania janë prodhuesit më të mëdhenj dhe më të fuqishëm në botë të barnave ilaçeve. Amerika blen në vlerë, siç thash, 165 miliard dollar. Shumica dërmuese ilaçe janë, barna, farmaceutik. Gjermania dhe Britania e kanë zhvilluar korporatat e barnave deri në atë mas sa vetëm Amerikës t'ia shesin diku afër 120 miliard dollar këta. Pse Gjermania dhe Britania janë zhvilluar kaq shumë? Për dy arsye. E para, sepse kanë arrit ta prodhojnë atë bazën e barnave, emnin kimik të barnave. Nuk di si me e qujt me gjuhën e farmaceutikës, let më falin mjekët, jo emnin, do më thënë atë bazën genetike, jo emrin industrial,
kanë arrit ta zhvillojnë, është prodhimi i tyre, dhe e dyta kanë arrit ta digitalizojnë dhe avancojnë në mënyrë ekstreme industrinë, maqinerin e prodhimit të barnëve. Amerika po ju the, Donald Trump po ju the Gjermanisë, sikur para do kohë që i ka thënë për automjete, në qoftë se nuk do tak doganore bëri prodhoj ka. Amerika po thot se pse Evropa, këto dy shtete kryesisht, ti shesin kaq shumë Amerikës, në vend se së paku rreth kësaj industrie, po kaq këto dy shtete dhe Evropa të blejnë nga shtetet e bashkuarat Amerikës. Andaj po them, synimi final, spaku fillestar i shëbave i Donald Trump është baraspesha midis deficitit dhe suficitit. Tjetra, paraja kryesore, që thash do të flas pak për Turqinë, paraja kryesore, më e madhja, fitimi më i madh sot në botë është, përveç në barna dhe në industrinë ushtarake, është në aparatura, në mjete, në aparatura dhe mjete që i ndihmojnë aktivizimit të makinave të mëdha dhe në automjete, në transport. Tash, sa i përket Evropës, është kriju një jaz drastik midis shëbave dhe Evropës. Po e shohin njëni tjetrin konkurent në përmasa, lejoni të them edhe armiqësore. Çka me Turqinë tash? Si ndihmatarja kryesore e politikave të Donald Trump. Turqia, po. Turqia tani është krahu i djathtë apo i majt së paku me Izraelin në anën tjetër i politikave të jashtme amerikane. Turqia do të luajë një rol permanent dhe të pazavendësueshëm për zhvillimin dhe për hapjen e idesë dhe politikave të Donald Trump. Turqia e ka zënë hapin Erdogan me vigjilencën e tij, me insistimin e tij dhe me një organizim të papartë të Turqisë, Turqia ka arritur në atë pikë sa të detyrohet, tekstualisht po them, edhe Donald Trump që të kërkoj bashkëpunim dhe ndihmën e Turqisë për t'ju dashur në realizimin e politikave të mëdha kudo qoftë në botë, e fillimisht në rajonin e Ballkanit, të Kavkazit, lindjes së mesme dhe në Azinë qendrore. Kjo Turqi tani, e cila presidenti i saj me 16 mars e bëri atë bisedën telefonike me Trump dhe u morën vesh për një bashkëpunim ekonomik të vazhdueshëm, kjo Turqi, e cila ministri i saj i jashtëm Hakan Fidan e vizitoi Robion në State Department dhe u morën vesh për politikat të përbashkëta në Siri dhe lindjen e mesme, e sidomos për zgjidhjen e problemit të kurdëve të JPG-s dhe PKK-s, që është fitore spektakolare e dëshiruar për dekada për Turqinë. Kjo Turqi tani është vënë në një pozicion e cila është fuqia e cila mund të shpëtoj nga gjendja dhe pozita në të cilën ka ra edhe Bashkimi Evropian edhe NATO. Për këtë arsye, jo për sytë e zi, po për shkak të pozicionit të saj, e sidomos për shkak të pozicionit të saj, neutral në luftën Ukrainë-Rusi, Trumpit i dohet Ankaraja zyrtare. Trumpit i dohet Recep Tayyip Erdogan. Trumpit, Amerikës i dohet një Hakan Fidan, një Ibrahim Kalën dhe një struktur politike të cilën ka arrit ta krijoj dhe ta ruaj me mençuri të madhe presidenti tanishëm i Turqisë, Donald Trump. Në këtë struktur, pra, Turqies po jepet edhe një rast, ndoshta edhe me dijen e Amerikës, nuk besoj, por një analizë imja personale. Shiqoni,
A thamë se Evropës ju kanë vënë 20% tarifa, për automjete plus 25%, 45%, Turqijes vetëm 10%. Mund të ndodhë që, dy sene dhe për e përfundoj, mund të ndodhë që vendet evropiane do të detyrohen të përdorin Turqin si trampolin, si vend transferi, apo si përdorim i emrit të saj për produktet të tyre për të shitur në Amerikë. Në këtë moment fiton Turqia ekonomikisht, por fiton edhe në imazh. Shumë shtetet të botës të cilat nuk do të mund të zbulojnë këtë, apo nëse e zbulojnë, të jetë në interesin e tyre, do të përfitojnë shumë, dhe Turqia si një këmbë që është i lindur me një aftësi për tregti, ka me e trektue këtë beneficion nga Evropa në raport me Amerikën edhe për shtetet e ndryshme të botës. Dhe kjo është një ndihmë e madhe, direkte apo indirekte, me dije apo pa dije të Trump për Turqinë. E dyta, Turqia në përmes prodhimeve të cilat sjellin para, do të detyrohet, dhe veç kanë nis fjalët në Turqi, që të ndrohet sistemi i prodhimeve, të orientohen jo në prodhime fason. Turqisht fason jo thuhet prodhime të markave të ndryshme, por t'i prodhon markat e veta, emrat original të vet, si në vezë, që është eksportuesja më e madhe e vezëve në Amerikë. Amerika më shumë të vezë blen prej Turqisë, prej të gjitha vendeve të tjera. Përndryshe, nëse Turqia nuk orientohet në prodhimin e markave të veta originale, do të ketë shumë vështirë të konkuroj Bangladeshin, Pakistanin dhe Egjiptin, sidomos në industrinë e tekstilet. Marrë në përgjithësi dhe përfunduar temën, ajo që e them vazhdimisht, se rendi botëror ka përfunduar, e ka kuptimin e qësaj që e thash deri më tani. Vënia e sistemit të ri ekonomik tregtar në botë, ku po imponon aleanca të reja, është gurthemeli kryesor dhe përfundimtar i rendit të ri botëror, në të cilin aleanca të reja, si Japonia e cila do të detyrohet ndoshta të lidh aleancë me Korenë e Jugut, ndoshta edhe me Malezien, ndoshta edhe me Indonezien, ndoshta edhe me Singaporin, vetëm për ta konkuruar Kinën në tregtinë e saj me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vetëm ky shembull është një nga shumë shembuj të cilët do të formosohen dhe të gjitha së bashku do të formosojnë atë që unë po e quaj rendi i ri global, me së paku dy pole, Amerika dhe Rusia, dhe eventualisht me 4, Amerika, Rusia, Kina dhe Turqia. Deri në videon e radhës, mirëmbëjtje.